Rikthehemi sërish në studio dhe në këtë pjesë të programit do ndalemi tek librat dhe te ndikimi që kanë ata në jetën tonë. Librat na bëjnë që të reflektojnë, të ndjejmë më thellë dhe të shohim realitetin në një këndvështrim tjetër. Do të flasim për 3 vepra të ndryshme që janë 3 propozime nga shtëpia botuese Living. Kam kënaqësinë të mirëpres në studio Durim Taçi, përkthyes shkrimtar. Përshëndetje, mirë se vini, shumë kënaqësi të mirëpres në Living Day sot. E duam veçanërisht shtëpinë botuese Living, sepse të gjitha botimet në raftet tona janë nga kjo shtëpi botuese. Dhe me kënaqësinë më të madhe për shikuesit tanë, e sjellim në vëmendje librin për rëndësinë e tij. Sot kemi veçuar 3 tituj. Dhe do doja që ta nisim menjëherë nga libri juaj, Lakimi. Është libri që më ka sjellë një farë mënyrë në Shqipëri. Unë kam kaluar në Itali 24 vite e gjysmë. Kjo është një lloj pasaporte tjetër. Motivet për të ardhur janë pafund. Motivet letrare janë gjithmonë interesante. Pata një komunikim interesant me shtëpinë botuese Living në momentin që kisha në kokë idenë për të shkruar librin. Idenë ja prezantova botuesit. Pati interes edhe lindi ky bashkëpunim. Filloi me Lakimin. Që në titull të intrigon. Po, Lakimi është një term gramatikor. Pikërisht. Është një term gramatikor, po dhe gjua. Një e guximshme për ta vendosur si titull. Po, mua më pëlqen të rreq vëmendjen ndaj gjuhës në vetvete, ndaj mjetit me të cilin e punoj. Edhe duke thënë Lakimi, unë them po, është gjua, është mjeti me këtë po shprehem. Dua t'ja të rreq vëmendjen lexuesit. Pastaj ka një polisemi. Titujt nëse nuk kanë 2-3 kuptime, në fakt nuk janë tituj. Duhet të ketë një kuptim konkret, një simbolik, edhe një kuptim tjetër mbase që të bëjë hon, të jetë asociativ, pra të krijoj. Dhe besoj që titulli e bën këtë gjë. Në fakt, mua më interesojnë titujt, e kam pak a shumë nga përvoja ime gazetareske, sepse kam qenë për një kohë gjatë gazetar në shtypin e shkruar, edhe pa titujt unë nuk kisha mundësi të mendoja dhe të zhvilloja një mendim. Gjeja titullin pa. Shumë ndodhe dhe në këtë rast. Për ata lexues që nuk e kanë marrë ende në duar këtë libër, le ta grishin pa kuriozitetin e tyre, patjetër pa zbuluar deri në fund. E kam menduar si një omazh ndaj leximit në vetvete. Me thënë drejtën, më ngacmon ideja e leximit, pozicionimi gati në anën tjetër, tek lexuesi. Edhe ky është një libër, në fakt i treguar dikur i lexonim romanet, mua për shembull romanet e para mi ka lexuar motra ime, isha i vogël, edhe mi lexonte në një divan aty, unë e dëgjoja. Ky lexohet me një telefon, të krijohet ideja sikur dikush po dërgon disa mesazhe, ti e lexon, pastaj e lë papritur. Është një tekst i thyer, është një tekst që të vjen me doza. Një farë mënyrë është një lloj reflektimi për këtë që jetojmë sot. Si teksti sot përthyet. Nuk është më letërsia që i thot gjitha. Ne kemi imazhin, ja ku jemi këtu në televizion. Fjala është tjetër, imazhi është tjetër. Dhe në këtë rast, lexuesi do të ndihet sikur ka hyrë në telefonin e dikujt. Po, kjo nga ana praktike është. Kurse vetë libri ka 5 histori interesante, njëra nga historitë është në tashmen, 4 tjera janë në thellë në histori, që 5.000 vite. Do më thënë, është në libër mund trajtoj raportin e gruas me shkrimin, në fakt. Edhe fakti kjo dhunë mesazhe që i vjen është shkrimi. A di pse përdor fjalën dhunë? Unë jam i mendimit që patriarkalizmi, jo pse jam unë i mendimit, po kjo është, këto janë fakte. Historia ngrihet para historisë ka qenë historia. Historia është matriarkati. Historia është patriarkati. Patriarkat do të thotë shkrim. Grua është një perëndim i pushtetit gruas në fakt një farë mënyre. Pra, le ta marrim kështu, duhet të jem paksa relativ
me shkrimin, duhet jem pak reflektiv me shkrimin vetë. E mendojmë shkrimin në tërsi, letërsin, e mendojmë si diçka të dhënë gati nga qelli, ose sikur vetë qenia jonë është të shkruarit, të mendimit me të shkruarin, po ka patur njerëzime shumë më i vjetër se sa e shkruar. Dhe format të tjera? 5 vjetë. 5.000 vjetë nuk janë 70, 10, tjere 1.000 vjetë. Pra, më kanë interesuar këto gjëra. Ndërsa, nga pikpamja pastaj e historive janë histori shumë argëtuse. Ja u them, janë histori argëtuse që së të lënë të alëshosh livrin. E vërtet, edhe ka patur komente dhe reagime shumë pozitive. Do të shkojmë tani tek një libër që është shumë i njohur, ka patur botime të ndryshme në Shqipëri, gjithashtu guxim mund të quhet edhe nga shtëpia botuese Living që e risjell viti 1984, pra 1984 i George Orwell, dhe ju keni bërë përkthimin. Po, jam i lumtur që e kam sjellë edhe unë një version të gjuhës shqipe. Unë i respektoj të gjitha versionet e mëparshme dhe e di çdo thotë të përkthesh 1984. Kam patur mundësinë ta lexoj në disa gjuhë me kohë, sepse kjo nuk ekziston, dhe ka qenë fakt në base në një fond rezervë në bibliotekën kombëtare diku, po nuk preke me dorë. Unë, për shembull, ka ndodhur pikërisht në vitin, se ky është roman në 1949, sa vështirësisht 1950, pra, unë, çka ndodhur, në 1984 filloi fakulteti, ishte periudha ime kur filloi, më realizohet ajo ëndra e madhe për studiuar letërsi. Ka qenë e bukur ëndra për studiuar, shumë e bukur. Tani e marrin si gjë shumë thjesht të studiosh. Të studiojë në kohën tonë, fakt, duhet kalojnë filtr të madh, edhe duhet i edhe jo gjithmonë arrit të studioje për atë që doje të studioja dhe kuptoj të gjithë entuziazmin tuaj. 1984 për mua është viti i studimit, është viti i rëndësishëm. Le të themi te George Orwell. George Orwell është një ikon e letërsisë botërore, distopike, po shkoj pasaj, po them, i një letërsie shumë guximshme, simbolike, është një manifest në fakt i mendimit, shkruar nga një autor me ide të majta realisht, po shkruar për ide lirie. Thash kanë qenë versione interesante ato të botuar. Prandaj ishte guximi i madh. Ma propozoi botusja e Teva Çepele e Living, edhe në fillim u tranda pak, se thash, po, pastaj ju vura punës shumë seriozisht edhe di që ka dalë një punë me të vërtetë e mirë, sepse jemi të kënaqur të 3 palët e përfshira, autori, botuesi dhe lexuesi. E vërtet. Dhe do të shkojmë tek propozimi i tretë, Gra të vogla. Po, është një histori e vjetër, e përsëritet, ka 2-3 filma të realizuar, një nga të fundit në seri Netflix, shumë interesante, tjere. Kjo është historia pse ka pak vlerë. Në fakt, aty trajtohet historia një familje, i ati u mungon, është në luftë, dhe ngjarjet zhvillohen në Amerikë, në 1800 do të thënë në mesin e shekullit 19, ka një ngrohtësi familjare të jashtëzakonshme. Vajza, motra, të mbështjella të gjitha pas nënës në një vatër familjare, është periudha e krishtlindjeve, kur ka edhe fjalia e parë e librit është a ka krishtlindje pa dhurata, dhe fillon një festë e bukur familjare. Personazhi më i rëndësishëm aty është Jane. Fakt Jane është një figurë që bëhet më e rëndësishme se edhe vetë e jam, sepse arrin t'i bëj bashkë motrat e veta, arrin të krijojë një situatë interesante edhe në vendin ku ato jetojnë, krijon një klub letrar, është një personazh. Pastaj çfarë ndodh, domethënë, edhe ky është një him, ka një përqasje midis lakimit dhe është një him për gruan. Për gruan. Për këtë peshë të madhe që mban ato në jetë, në momentet më të vështira. Pastaj është një roman i shkruar me ton të ngrohtë. Çfarë ka bërë përshtypje nga autoria? Këto janë ato
librat që ne i themi modern klasik. Pse? Se janë klasik në vetë vete dhe kanë modernën. Pra, këto janë libra që arrin të komunikojnë për te kove. Ky libër mund të propozohet prapë mas 50 vjetës, 30, 60, 70, ecin në kohë, transmetojnë me të vërtet, se transmetojnë atë që është mekanizmi i letërsisë, të përcjell ndjesin, të përcjell emocionin, të përcjell njerëzoren. Dhe unë besoj se kemi përcjell ndjesi sot, edhe përmes kësaj bisede. Shumë faleminderit që u ndalet sot në Living Day, gjithmonë të mirëpritur me propozimet e reja. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Këndi i librit është shumë i rëndësishëm për ne. Faleminderit edhe ju që qëndruat në shoqërinë e programit ton, pas pak edicioni informativ. Mirupafshim.